Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sonte me mua Tirona Lilin këtu në kanalin ton të dashur Monitor TV për të sjellë pranë jush lajmin më të fundit. Do ndaloj të flas për çiftin që bëri revolucionin në dashuri, për djalin i cili ul në gjunjë pranë milionave shqiptarëve duke i shprehur fjalët më të bukura kësaj vajze. Për djalin i cili e ndryshoi jetën e kësaj vajze e futi në një kapitull të ri, në një kapitull jo me premtime boshe, por me realizime. Flasim për Kiara Titon dhe Luiz Eilin. Ju e dini shumë bukur që Kiara dhe Luizi këtë kohën e fundit kanë qenë në shënjestër të medias ros. Lëvizjet e tyre, realizimi i filmit të tyre ka sjell shumë debat, ka sjell shumë polemika. Luizi dhe Kiara është duke e punuar filmin e tyre të parë, një film që në thelbe ka dashurinë, e ka vështirësinë, e ka vujtjen, por është i shprehur në mënyrë të komedisë. Domethënë do të kemi fatin që për herë të parë të shohim një film komedian shqiptar profesional, sepse kemi patur, por nuk kanë qenë profesional. Nga traileri që doli në rrjetet sociale të Kiarës edhe të Luizit, do të thënë shohim çift të çmendur. Shohim një çift që dinamikën e ka nga mëngjesi deri në darkë. Në fakt ne nuk kemi mësuar në shoqërinë tonë të shohim këto çifte, por që ja që ekziston. Kiara në intervistat e saj të shpejta ka thënë që bëhet fjalë për një dashuri të sinqertë, bëhet fjalë për një dashuri reale dhe bëhet fjalë për një çift i cili lufton çdo ditë për të gjetë paqe në këtë botë dinamike dhe në këtë botë egoiste dhe xheloze që është. Flasim për një botë që ka shumë egoizëm, që ka shumë tmerr, që ka shumë lef, që ka shumë urrëtie dhe pikërisht Kiara dhe Luizi mundohen që të gjejnë veten e tyre me pozitivitet. Filmi pritet që në shkurt të vitit 2026 të lançohet në Cineplex të Kosovës, por me patjetër edhe në Cineplex të Shkupit, gjithashtu dhe në Tiranë, por edhe në Zvicër, Gjermani, kudo ku ka shqiptar me udhëtimet e tyre. Unë e di që Kiara dhe Luizi do të më japin dhe mua ekskluzivitetin e parë për filmin e tyre, do japin ato vështirësi që kanë kaluar, do japin tematikën, por nga ajo që unë kam arritur të kuptoj, bëhet fjalë për dashurinë e tyre. Domethënë nga dita kur u njohën në Big Brother deri në ditën që janë sot, janë çifti që u ndeshën me shumë probleme, me shumë thashë theme, me shumë zënka, me shumë prishje të personalitetit dhe imazhit të tyre, por ato të dy mbajtën besimin dhe dorën shtrënguar drejt njëri tjetrit. Dhe sa për faktin që filmi nuk do të transmetohet, kjo është një lajm i rrejshëm. Filmi ka arritur xhirimet drejt fundit, do me thënë është xhiruar pothuajse një muaj po xhirohet në këtë film çdo ditë me intensitet shumë të madh. Tani janë te pjesa që Luizi dhe Kiara kanë pranuar dashurinë dhe janë duke lëvizur nga liçeni i bukur i Tiranës, duke shijuar emocionin e tyre, por do ta shohim më detaje në vazhdim. Unë dua t'i përgëzoj për filmin, pse jo, e ka sjellë edhe Donaldi me Borën dhe kanë shëndritur me filmin e tyre, me dashurinë e tyre, por gjithsesi Luizi dhe Kiara kanë një shije dhe një gusto tjetër. Dua të marr mendimin tuaj se si e prisni këtë film.